Vlora Virgjin po banojnë në Fier. Në Vlora, shkon atje ku është pasioni, atje ku është bukuria. Sepse nga Vlora, s'kuptohet Vlora do të pa detin, pa peshkim. Po në munges detit i ke një liqen kaq të bukur tu, me banim kur në Fier? Në Fier. Pra ju keni ardhur nga Fieri këtu. Me çfarë keni ardhur? Me ato ashtu mjete shurras. Me mjete, tu e bën rrugën këmbë. Ky rrugtimi këmbë besoj se është. Jo, kënaqësi për ne. Kënaqësi. Keni ardhur shpejt, çfarë ore keni? Ora 6. E sa peshë ke zënë? Shikojmë një herë. Çfarë ke zënë? Edhe sa ke zënë? Ja, kam zënë. Nuk e di ka vetëm sardele, asgjë tjetër s'ka. Sardele. Ta afrojmë që kamerën, lutem, afro. Tani ju keni zënë vetëm sardele. Po keni një dijeni se çfarë peshku? Jo. Rrjetur në lloj ka mor, ka pëndkuq. Po omur, pëndkuq, ballgjer, kisën. Po. Kto gjë? Po kush pëlqen më shumë do pyesim, kush pëlqen më shumë nga juve se ju e njihni. Po e njihni duhetin dhe peshkun. I madhi, ka dhe gjallë, është puna se s'bie i madhi. I madhi, po s'ka rëndësi çfarë lloj, ë? S'ka rëndësi, hajde. Vjen era dhe këtu si është. Vjen pak herë gjatë. Vjen pak. Po si del ajo era edhe atë gatim, çfarë? E marinon me qep, me dafin, me limon, e pastaj gatuan. Si e marinon? Çfarë bën? Qep të grira, pjesë limoni. Po, mund të një gjethe dafine edhe pastaj edhe proponon. Do me thënë, edhe këtë peshk këtu duhet dishtë gatuash, se ka qëlluar në njëri që vjen erë dhe njeriu largohet sa të gjon erës. Ndërsa, po s'vjen shumë erë, thon djemt, do takojmë ne këtu me këta Roskobeci dhe Stumi. Nuk vjen shumë erë, megjithatë, era eliminohet nga mënyra e të gatuar. Pra, gatimi bëhet marinim me qep, limon, dafin, majonez, mund të lë një orë, 2 orë, pastaj proponon. Ja vlonjati, si ke emrin? Servet Malaj. Servet Malaj. Ja pra të vlonjatri, na prezantoj, ne donin të gjenim një vendali këtu, po i takojmë dhe ty s'kasin ke reatu një vendali. Ke, do t'i shikojmë, takojmë djemë me radhë, kush, po është vërtet një pamje e pëlqyer kur ke dhe shok në peshkim, apo jo? Po, e unë me një shokati jam, me një shokati me kapelet zërë. Po jeni larguar që të mos e hyni në hak njëri tjetrit. Jo, kështu me klim që se nga këtëron kalëmba. Nga këtëron kalëmba. Mu da zedhe për i visht. Po, ka një zënë këtu këtë gjua në Jo. Djalin e vogël, simpatik të vogël tu, me peshki që i ka dhënë. Shiko, sa peshki? Sa peshki janë tu? 4. Çfarë peshku është këtu? Sardele, shiko. Kush i gjuan dhe ti i mban, ha? Po, i gjuan. I gjuan, kush i gjuan? Ti i gjuan? Si i gjuan, me çfarë? Me kalem, ku e kalemin? Po mere kalem. A bazi mban peshkun, shiko si është organizuar puna. Po, ndërmarje. Po ju me qëfar bëni? Mu gjuajnë aty me... Edhe ti gjuan? Ne shikojnë. I filmojmë atje, po ti shikon. Po, shikon. Do me këtu është bërë një farë stadiumi, shikojmë ne, apo jo? Është një amfiteatr, ku janë në fushën e, apo jo gëzim? Amfiteatr ku luaj këta aktorët e peshkut, ndërsa të tjerë shikojmë. Ja të shikojmë me radhë, Bledi? Sa po erdhe tani edhe kam pushëri këtu. Sa po erdhe? Ky do mbaj peshë, kështu keni ju. Po. Njëri gjuan, njëri mban peshë. Ti si jemi? Ronaldo Bome. Mirë Ronaldo. Kute vere kalamit shikojmë një. Pa na folë që ti e nga i. Tu vastrumi, Ronaldo. Vastrumi. Ti di llojt e peshëve këto. Po, i di. Pa na folë pak. Sa për shikuesin ta marrin vesh se çfarë ka. Ka shumë lloj peshë. Po. Si pëndkuqi që ekziston, ka shumë pëndkuq, ka gjalla, ka ballgjer. Pëndkuqi domethënë është një peshk më i madh. Dominon pëndkuqi. Është më i madh që ekziston po. Sot si e parashikon ditën sot? Shumë e bukur. Edhe qetësi nuk ka çert këtë dallë, domethënë që ta pregoj të shpinë. E ti mendon të zesh sot? Mendoj, thjesht për qef mund të zesh. Kismet. Kështu i thuhet. Ja të themi të armatosë me dy kalama, që dojnë që zanë njërë të dyja da po... Po gjatë i pëjdije. Po këtë qajke? Mere që kojmë dërët, në që kojmë qitë. Ushqimi për peshqit. Pra kjo është karemi që ka. Karemi, ja karemi dhe dit. E ka vë në rarë që... Se muskat. Dhe duket që është muskatit që ka aromë, një aromë shumë të një. Po ju keni njohur akin. Sa të ka bërë mirë, E vetë pje pime pak,
Kështu vetëm sa për të prishur kikat po këtu shijon kafja, shijon rakia. Pa sheqer fare. Jepi shqeto. Ai vogël i bëjë kur besa ne pas çdo bëj kështu. Ti bledi se pirakin ajo goda rastësisht aty, ha? Nuk pjesë sytë në verit. Me që se ishte para fere. Tash kam thënë kameramanit diçka do t'i japim kur të Do t'aj qik. po sot është privilegj pse që jemi me turin në sot apo jo. Jemi me gëzimin që është vëndalik këtej, apo jo gëzim? Sot kemi të ftuar nderi zotin Gzim. Po, i pranishëm gjatë gjithë kohën të gëzimin me ne. Zbesot na tëre dhe që apo jo? Ja. Hale mbarë sot. Agur Sulka do të afrohet në tavolinën tonë dhe do të prezantonte me gjeografinë e zonës që lidh dy prefekturat, atë të Fjejit me Beratin. Respekte për ju dhe televizionin tuaj. Ju jeni kamarieri? Kamarieri i lokalit. Quni e kur të morë. Çuni, po mirë po tash ti vetë shërbe. Jo, dhe shërbe po. Jemi Të takuar për respekt. jeni migracion. Ja po. Djali si ke emri? Elis. Edhe ke Ja kamori. me kursimet e tua edhe babait kanë luajtur këtë godim kaq të bukur shumë. Zona jonë ndjek vetëm Apollon. Në këtë vend ku jeni ulur, është kufiri ndarës midis dy rrethit. Rrethit të Beratit dhe rrethit të Fjerit. Televizioni juaj është një televizion që ndiqet nga të gjitha grup moshe. Nuk një kufi në moshe është një televizion serioz, trajton probleme nga më të ndryshmet, problemet i trajton me drejtësi dhe me përparësi, respekte për presidentin e televizionit Apollon, zotin Artur Rustemi, respekte dhe për stafin drejtues të tia, të cilët bëjnë një punë të përkushtuar, se populli do drejtësi dhe vetëm drejtësi. Ju pasqyroni problemet drejt, mirë dhe bukur. S'mund t'ju flas, jeni futur në një zonë midis Beratit dhe Fjerit. Nëse do vazhdoni më lart, jemi faleminderit. Jeni në Ne jemi nisur për çokoladë. Unë do t'ju shoqëroj me kënaqësinë më të madhe, siç ju thash, siç ju prezantojmë, quhem Agur Sulka, jam nga fshati Donofros. Komuna jonë përbëhet prej 6 fshatë. Plak i fshatit Donofros. Në një udhëtim jashtë qytetit, një mision të përjavshëm që bëhet tek ne. Mund dalim këtu ku është kufiri midis Cukalatit dhe komunës së Strunmit. Juve çfarë komune bëni pjesë? Ne jemi komuna Cukalat. Cukalatit. Po. E morë vesh duket kryeplak i fshatit, ë? Fshati Donofros. Po, do më pa lejnë tënde ne s'mund të hyjmë këtu. Si ke emrin? Artan Hoxha. Artan Hoxha, kemi qelluar tamam tek njeriu që duhet të marrim lej të hysh në fshat apo jo? Kufi nuk kemi vend si fshat. Jemi fshat mikpritës. E ndërkohë edhe kryeplak, edhe traktorist, edhe punëtor, me sa duket. Ku je nisur tani me këtë traktor? Do punojmë. Çfarë po bën? Çka shërbime kryeni tani? Ka ca punime tani, freza, i mbjellin jonxhat njerëzit. Një biçim fushat e vogël. Sidoqoftë koha ju ka vonuar pak, shirat intensive, por tash besoj jeni më të lirë. Na ka vonuar edhe kemi deme të mëdha. Keni deme, çfarë deme? Kemi shumë deme. Po kemi shkarje tokash, kemi shumë deme të mëdha. Edhe në bujqësi, edhe në po them edhe në përshpira, edhe shtëpi kanë shkar shumë. E sidoqoftë ajo është një fatkeqësi natyrore që ne si dalim dot, por njeriu prap lufton, do luftoj që të punojë apo jo. Detyrimisht. Janë dëmtuar shtëpi. Po, janë dëmtuar shumë shtëpi. Në fshatin Slanis, të komunës Cukalat, në Cukalat prap tas e komune, edhe komuna vetë. Çfarë mbilli kryesisht këtu? Këtu mbillen, si ta them unë tani, se mbajnë edhe nga pak blegtori, mbillen grure, mbillen misre, është mbjell shumë mullishte. Po. Frutikulturë është punuar shumë. Falenderoj për emisionin që jeni na shërben si juve
edhe neve, me fjalë më shumë nga shërbejmë neve për sensibilizimin e të gjitha me fjalë probleme që kemi të tonat dhe kjo është, ju falenderojmë. Faleminderit. Si që shikoni, jemi këtu në qendër të komunës së Cukalatit me zotin Agur Sulka. Zoti Agur, sot kemi marrë si pengne për të na shoqëruar pra për gjithë. Ne jemi nisur për misionin udhëtimi e qytetit, por nuk mund të lëmë më njanë në një problem që ka komuna e Cukalat dhe fshatrat që e përbajnë atë. Dhe konkretisht tu, shikojmë që ka probleme të rrëshqitjes, që është një problem mbar kombëtar. Jemi para komunës, si që shikoni, këtu ka shkëputje masive të tokës për arsye të erozionit. Si që shikoni dhe komuna e cila është ndërtuar para 5-6 vjetëve dhe ka marrë plasaritjet për arsye të erozionit. Do me këtu ka shkëputje. Po të filmoni dhe ma tanë, familja e Muarrem Dushkut, e cila sot aktualisht jeton në Çadër, familja ti është e shpërngulur gati 30-40 metro me gjithë banesë dhe ai nuk jeton atje. Po të filmoni dhe në horizont, grupin që është këtu, të i shkolla e vjetër, ato pemët atje, drurët e ullirit, kanë qenë sipër të kodra. Ato kanë zbritur 100 metro në thellësi. Pra këtu bëhet fjalë për një katastrofë natyrore. Ne jemi shpërngulur nga komuna dhe punojmë në ambiente të tjera. Nuk mund të jetohet me brenda. Ky fenomen që thash ka për masa të gjera në këtë vit të lagësht me shira intensive, ka fshatra të tjerë që keni problemet të... Shqetësime të tilla neve kemi në fshatin Slanic, në fshatin që lam pas në fshatin Donofros. Pas dorimet e zëri juaj të emisionit. Po, kemi në fshatin Krotin që mund ta shohim në vazhdim. Kemi në fshatin Allambres dhe në fshatin Qet. Pra si të shihet, komuna jon është e përfshirë nga një erozion i papar, sidomos për këtë vit, dhe komuna jon është më e prekur. Kemi dhe familje të dëmtuara. Nga anë e komunës janë marrë masa që familjet më të dëmtuara, gati 10 familje, neve i kemi strehuar në çadra. Masive të mëdha, tokash që kanë ndryshuar vend dhe kanë sjellë pasiguri dhe frikë për njerëzit. Shtëpi të dëmtuara dhe shumë familje që banojnë në çadra, në qiell të hapur. E pazakont kjo, dhe me të drejtë janë të shqetësuar njerëzit. Si shikoni vetë këtu, ja, shtëpi si që kanë shkarë janë dhjerë, jemi 4-5 familje, ja dhe komuna si shikoni qarë, ja dhe lokali, po ikin edhe unë vetë. Fshati që duket, ja, iso ka dha. Që bëhet gjërë, nuk keni mundësi që pak të eliminoni këto defekte qofte në pjesë të rrugës? Tani në bazë të ardhura që ne sigurojmë si komunë, të janë rrugë që lidhen me arat të nuk kemi mundësi që ti realizojmë shtrimin e tyre. E betën në projektin e komunës? Në projektin e ardhë komunës, me realizimin e të ardhë që të bëjmë diçka. Ishte vërtet një vështirësi serioze, ku edhe makina u rrezikua, nuk e di, mund të ketë pësuar dhe në një gjë, zoti të themi. Mund të ketë në një problem, megjithatë ne do të vazhdojmë të realizojmë objektivin që kemi nisur sot. Këtu do të prezantonte Agur Sulka dhe fshatrat e tjerë që nuk dukeshin nga hyrja e fshatit Donofros. Dhe tu duken fshatrat Qet, Allambres, Grotin dhe pjesë të tjera të lagjeve të fshehura mbas kodrave. Përveç punëve me pasion që kryejnë vendasit për udhërimin, Aguri do të prezantonte edhe me trashëgimi të tjera kulturore, siç është kalaja e Dimalit. Si që shihet, tani përballë kemi fshatin Krotin, i cili përbëhet prej 90 familjes. Si që shihet, tani përballë kemi fshatin Krotin, i cili përbëhet prej 90 familjes, dhe si për fshatit Krotin kemi kalan e Dimalit, gati 1,5 kilometra larg fshatit. Mandej vazhdon rruga për në fshatin Allambres dhe fshatin Qet. Dimali me siguri do të ketë lidhje me Ilirët, kala Ilirë. Është një kala e vjetër, mund t'ju referoj një lajm që dje ka qenë
ekip historianës, shqiptar dhe gjerman, të cilët kanë mbikëqyrur zonën dhe për 2-3 muaj ata do të rrinë me strehim dhe fjete edhe ushqim në fshatin Krotin dhe do të bëjnë zbulime në kanalin e Dimalit që ruan me saj vlera shumë të vjetra dhe Deri sot s'ka filluar gërmime në Jo. Janë bërë më përpara, para 10-15 vjetëve. Kurse tani kohë të fundit vetëm ky ekip gjerman. Kostër e mbaka nusja. Ti, apo e keni nda detyrat? E kemi ndarë aty. Barta drejt. Edhe vjen Ti ndihmon. ngarkon kafshën, po largo këtë le të dali, le të jetë pjesë edhe kafsha e punës, një kafshë kërkon pak të haj, po bën shumë punë apo jo? Bën punë, ndihmon shumë. Çfarë keni mbjell, me çfarë merreni? Mbjell duhan, Mbjelli duhan këtu në loput, hasull, trëfil. Duhan kultivohet në tonë Vrës. Po, kultivohet. Janë ato firmat greke që Po, greke. Po, është firma greke. po e marrin prodhimin, ju kthejnë lekët? E marrin e kthejnë lekët. Kthejnë lekët. Në kohën e dur jo, po e pagones. Po ka rëndësi që i Sa marrin. duhan mbjelli? Po unë faktikisht aq kam 4 dylym. 4 dylym. E sa kujtal merrni në 4 dylym? 2 kujtal për dylym. 2 kujtal për dylym dhe 20 kujtal duhan për hektar, nuk është s'është pak. Sa lekë zini, çfarë vlerë është? Varet nga çmimi si i marrin ata dhe nga kvaliteti i duhanit. Një mesatare sa keni marrë këtyre viteve? Me 2200 karen. Po juve e përdorni kosën ngrihen çik lart atë Po kosën? si e përdorim? E përdor? Edhe shumë mirë. Po nga je vajzë? Mëzëqare jam nga suku, i Nga firë. suku. Kosën ti e ke mësuar që kur ishe vajzë? Që e vogël. Në kooperativ? Kosën 2-13 vjeçe. Në kooperativ ke punuar? Po, kam punuar në kooperativ. Do thotë që e ke mësuar që në kooperativ? Po, shumë mirë. Këto e zanatet që mësoj Po. kolektivizimi, Kooperativa. kooperativa, sa fëmijë keni? Kam 2 fëmijë. 2 fëmijë, ku e keni Djalë këtu vajzë. në Rofros? Mbi lagjin aty tek kodë. Mirë, ne juroj punë të martë. Përshëndetje Shqyqo Bendaj nga Shëndetje, mirë të kesh. Si ke qenë Shqyqo? Mirë, fare. Je mirë. Shumë mirë. Po ne jemi nisur për Slanic. Je bati jam, Slanicar jam. Slanicar. Slanicar puro. Po me çfarë do shkosh ti? Me çfarë do shkosh Slanic? Do i kem ashtu bash. Ne kemi një sinjal me telefona nga Slanica që ka patur probleme me rëshqitja. Çfarë problemesh ka? Ka rëshqit. Ka shumë rëshqitje. Shumë rëshqitje ka. Gjatë kësaj dimrit ka janë ashtu disa shtëpi kanë marruar fare. Sido që objekti këtë emision nuk është rëshqitja e shtëpive, por nuk mund ta lëm pa i parë përderisa ju keni duhet vajtur në vend. Duhet vajtur në vend. Ka shumë shtëpi, sa shtëpi? Ka shumë, ja 10 shtëpi. Doria e tij. Tregon që duhet të ruhesh. Fonjë të ha nuk qas një zot. Sepse nuk qas, shikoj, nuk ka qef që të Zoti ka. Zoti. vetëm të Zotit. Të dëgjon kur i jep në një urdhër në një. Jo se e s'kam na, po si pa unë se s'kam na Doria në Doria. Po fëmijët i hypin me është egër si është. Jo, i hipi se çmi gjatë lejë shumë, kam thënë u sa ju. Ha, E zapi kam pe, si po e zapi kam, ku çon kam një kam Itali, një kam Greqi. e za për kam edhe ajo Jo, s'luan. qëndron s'luan. Bashkë me ata. Do thotë që Kali është vërtet kafshë fislike, është Edhe çdo ligë të kesh ti Kali tani. me çfarë ushqendi që mban kaq pastër, kaq të shëndetshme. Që çari i va çau, i va jonti. Ai halo bas se kam lopën unë, se unë sokë kam ne, ngriq me ata ne. I bin sa unë ko do thas kaluar i vrasën një kujtale në atë që vetun. Je unë i kaluar vetu. Po Kali nuk do jon, do gjëra thata apo jo? Po sa do i bëj kaç, po si kaç unë jon kësaj ata gji. Jon që ta gjej. Ta gji ose unë. E ke për çert domethënë. Jo, se më këtu do. Pastaj u shoqojmë këtë të marrë çuan të dorë, se t'lau në dorë. Po ku shkon me këtë? Sa rrugë bën me këtë? Po duhet të fjerë shkon. Edhe në fjerë. Në fjerë. Sa orë bën fjerin? Po unë fjerë kam për fushës, kam për fushë poshtë në Marinza. Po. E kam bërë 2 orë gjysmë fjerë. 2 orë gjysmë. Po, Fjerë tuaj. parë se ti ses me vrap. Jo, këra lana, kam që kam shplovë. Pastaj te miqët e këta shkon gjithmonë me Te miqë këtu lartë, do po jashtë mi ka makina këtu poshtë. Po. Ka makina, po. Jashtë ku është malok, kështu ikë. Ti preferon ti kish me pelën mirë sa me makinën. Jo, unë jam mëson me pelë. E makina të kështu, unë vetë një cilan, berat, këtu fjerë, këtu kështu edhe ditë prapë. Patro, po këtu gjela kështu me pelë me ju. Po jam ban atë ushqimin mbrapa i tagjin, i merroj një çantë me tagji kur nisesh larg, Po ku larg po si jam maju. trasë me tagji. Maj. Maj galti 2 kg tagji. Prapa. Kështu ka pas një sëmundje, ka pas një problem nga shëndeti. S'ka pasur ja. Pelë, ha? Kolla në një mund. Kolla ja u kolla. A muja i ftoma ja këtu. Anga kështu ushqim mirë.
Faleminderit, zbriti. Faleminderit për këtë bisedë që bëm. Punën dhe din të çfryzojnë tokën. Me kal, me shilte apo jo? Shilte. Me në vend të atyre yzengjive i ka vënë litar në vend yzengjive. Po, sidoqoftë, si këtë terapajisjet ashtu tradicionale, po përsëri i rehat. Ska mirë, do të që tokat nga lagështia që janë kashkara, të rregullojmë, të mbjellim. I ke larg tokat. Në skremën më tanë. Edhe ke gjetur është më kollaj dhe më lirë rrugtosh me kala. Po, patjetër. Sidomos brenda fshatit, në pronat që i ke. Si ke emrin? Paskim Hoxha. Sa toka ke, me çfarë merresh? Unë kam anja 2-3 hektar me qira, toka kështu 1 milion za gjera. Po. E kam ato këtë mi, kam 1 milion vresta, një 4 Po ke lop që ke marrë ato? Mbaj rimont viça. Viça për rimont. Sa viça mban? 10-15 si ta marrë të zi. Bukur shumë. Je dhe kasap apo? Jo. Pel kaq të bukur. Koka e vogël tregon që është rreth e mirë kjo. Dorie, tako me dorie tjetër atje. Po. Koka e vogël do të tregon që kjo është një racë që ikën revan. Racë vend, ikën revan. Ka trup të vogël që do të haj pak apo jo? Po. Dhe këto janë vlera në Janë. Sa vjeç është? Kjo 8 vjeç. 8 vjeçë. Bën meza, lindur? Vete deri 25 vjeçë. Jo, i mban mezat që bën kjo? Jo, nuk e kam vajtur. Po mushk, nuk bën një mushk nga kjo? Kam ndërmjet si vjet. Ta marr me ndër me gomar që e me gjuna. E gjuna. Ka në fakt, në fshat në Balqë ndej. Ka. Para 30 vjetës ishin 2 mushka për shembull që kishin lidhur me ashtu. Ka par vetun. Po fatikisht gjuna ta matsh me ka. Po. Me gomar ose do thotë që është një kryqëzim. Po. Edhe mushka pastaj është më qëndron, është më e qëndrueshme, qëndron më mirë. Ndërsa kali është gjë e uruar, gjë e bukur, gjë e urtë, e mirë kështu. E urtë. Edhe fëmijët e vegjël besoj e marrin për dorë. Pa problem fare. Mirë. Faleminderit. Ju urojmë. Faleminderit shumë.